po zjesh Zegjineja me Josefina Topallin tash. Ajo thoshte që në kohën tonë ishte në Amik Dogria thoshte ajo dhe sot ka dalë këty, ndërkohë që në një kohë para ishte dikush tjetër dhe dolën ke Josefina, do na kupton tash. Tu janë ka ardhur më për keqlet timi, kjo është zinxhiri. Po të shohësh ashtu si studio televizive që po flisim që shkon studio për të mos thënë asgjë, domethënë dhe në fund fare organizohet debati që të mos thuhet asgjë, edhe në parlament po të shohësh, shkon në parlament që të mos thuhet gjë. Edhe madje e keqja është që opozita që është më interesuar që të thuhen gjërat, edhe ajo s'thot asgjë dhe bën zhurmë, ty flak, zemë ato foltore, bëjnë shtyen me ata gartistët atje, do të thonë kakofoni komplet, do zhurmë, do dhe ndërkohë qeveria miraton ligje, e kupton, ngren dorën ata në zhurmë sipër, ka kalu buxheti, ka kalu ligjet, ka kalu tash do kaloj kodi penal. Gjitha me radhë. Çfarë diskutohet? Nuk ke ngjuar një debat kohët e fundit për një çështje reale që të diskutohet dhe trajtohet me hollësi dhe me seriozitet, domethënë në fund fare me një vendim